Laerti, zotri Vasili, nuk e ka bërë këtë nga mos informacioni i tij, por e ka bërë nga ajo efekti emocional, se është shumë e vërtet që fjala Allahu Ekber përdoret edhe për të kryer krime në emër të Islamit, e ata persona që e kanë bërë këtë, ne nuk duhet t'i favorizojmë duke i përkrahur, por duhet ta dimë se ata nuk e përfaqësojnë Islamin. Flasim për personalitetin e zotri Laert Vasili, ai nuk duket që është islamofob, por është një intelektual i cili ka dhënë shumë në fushën e kulturës, dramës dhe filmit. Njashtu është një mendimtar me një bagazh të lartë, prandaj këtë nuk e ka bërë që nuk ka pasur informacion. Zotri Vasili e ka bërë atë në efekt, po këtë edhe në heshtje ne e dim që fjala Allahu Ekber përdor edhe për krime të ndryshme në emër të Islamit, por jo nga përfaqësuesit e Islamit.